Po që bëre, ti që nga të regoje histori për atë kodë, do thënë ju. Po ja, pushimet s'më ka lënë, kam dashur të vibë. Si kaluat pushimet njerë? Kuj kalove pushimet? Pushimet, kuj kalove? Saran? Pogradec? Dërmi? Greqi? Në atë kohë nuk është se tironësit kam pas shumë mundësi me bredh. Zakonisht i kalonin 15 ditë e pushimeve në Durrës. Kur mere ja fleta e pushimit, ve ke bufeja, që ta shqipin gjithë komshitet ja boshin buf. Filloshin pregatitet një muj për para, qysh nga qadovishje e deri ke robat e banjës që asnjëherë nuk i gjejen kohë, përfundoje gjithmonë duke sa ju në i palë nga këmisha fanellat me kuadrata që kishe se viste mo plaku. Porositej, komshiu i besum, që i leje Chelsin, që të niste dritën dark për dark, pavarësisht se dite gjithë lagja që po shkojnë plazh. Qa nuk merje me vete në plazh? Jastiqe, dyshek, tlufa jastiku, qarqaf, gjezve, filgjana, pirunj, pjata, luk, thika, tepsia, kusia, govata, movoderi ke televizori dhe frigoriferi, përveç fërnelës vajgurit dhe bidojnë vajgurit që i gjeje ke gabina. Gjithë to plaçka ngarkoheshin ke zukot e komunaleve. Për këta të rinë që nuk e di se që ka qenë zuku, zuka e qenë i makinë që i kishte gomat këshu. Ose ngarkoheshin në për gazet 51 të druve, kur nasishin drut, ndaje këj gazi në 4 pjesë dhe ngarkonin plaçkat 4 familje, ku rinte se cili nga një pjestar familje, sepse tjetë shkoni me tren. Të qëllove të bëje rrugën Durrës, ose për plaçkave tuja, ose kur i lidhje mirë, e kaloje rrugën ke spondi makinës, dhe mirë që të dridheshe, po problemi ishe se të jynë ato pushet e plepave në hond që ne dhe thëshëm babagjysh. Mund të kishte të një dialog të vogël midis bashkulltare, po që ishin largë nga njëri tjetrit, gjithmonë me zët lartë, sepse nuk klete era me fol, thoshe, ku e du shku? Me mene që ku po shko, ke kush zonë. A e që thoshte, gaz për dru, qeka, për dru. E ti që thoshe, jo, ku? Thoshe, me pushime. Po sigurisht për palë, se nuk po shko, nuk po ndrojë shpinë për Durrës. E leje këtë lloj dialogu dhe shioje panoramën që ka qenë vërtet rrugë e bukur me plepa deri në Durrës, dhe kur arrije ke Kurrudha, ai shoferi i fuse një të frenume të mirë, masi kishe kalu Apollonin dhe Teutën, dhe arrije këto gabinat e të mërshme të drasës ke Kurrudha. Kanë qenë një rresht gabinesh drase. Gabinat më të mira kanë qenë nga plepat ke Iliria. Këto gabinat e drasës kanë qenë 2,80 me 3 metra, kishin gjoja një verandë 1,5 metra me parmak. Kishe pasaj 3 krevate nga ato që i hapeshin portativ, që i bëshin komët këshu me fletë qadre, 3 karrige portative që i hapeshin dhe ato, një tavolin portative dhe ajo, dhe një dolap druri me 2 kanat me redateli. Të ndante nga komshiu një kompesat plak zdrukthi e presume, që një gjojshë që qa bote komshiu. Po të bote nga i gjohë, thoshte, ky gërhet të shi këtore. Atere, banja asë që diskutoj që mund t'ishte mrena nga binë. Kishte 10 banja për 800 pushus, që ishte për jashta, por problemi i këtyre banjave ka qenë dera që të ishin gjithmonë pashull. Dhe ty qëllon dhe kur shkarkoje nevojë dhe tuja personale, i boje dhe majet duhet ke dera banjës. Dhe gjithmonë kishte një dialog të shkurt tërfare te këto banjë, se vinda i tjetër që i shtynë dhe ishe uop! Kur dilje në plazh, ditën e parë që dilje në plazh, mas i hiqe bluzën, e shifje vetën që ishe i skuq nga këtu deri këtu, dhe nga qafa si katunar fushe, dhe kapje në i batut talëse të tipit, o quno, i hiqe bluzën kur të futesh në detë, si duke shë prap me bluzë. Qadrën e ngullje ti pari me strategji, që të qifje mos kishe në i femër në afer që ta gjuje. Boje një 2-3 gjiro në detë, aty ke bregu detit, shëtisje, dhe i sa filloj dhe skuqeshe si mish kutije. Dhe e dini me qa lyeshin për të kuru këto plagët? Me kos, me kos. Po nuk është si sot, që ti zbret poshtë dhe ble kosin ke ishja poshtë. Në atë ko, o duhe boj kosi vetë me farë kosi, që zej qumshi, ose duhe qojsh e mjes
Ma shë radhen për ta ble, dhe birë nona po mos gjeshe kos. Nuk të zete gjumin darke, dhe shifsha ondrat çuditshme, sigur ajo femra që ti gjujet guduliste këtu, po fillon dhe shtonte atë gishtin më fort dhe dhimbte në shpirt dhe ulërije çoheshe me ulërime, mas 5 minutave kthjelloheshe dhe konstatoje që i të kishe zonë gjumi ke komardarja zezë dhe ishte i pipthi, i modh që të shponte. Ato komardarjet e zeza kanë qenë të mërshme, sepse ti bonin edhe krahët i bonin gjak kur futesh në det. Për t'i ranë sy femrave, ne kishim metodat tona. Kur nuk i di emrin, shtoj gjithmonë një A në fund, të tipit, o Brenna, Matrinda, Pritida, ose kur e shife që ajo po të shifte, i fuqe një vrull të madh për të fut në det, vup, 1 kilometr. Uj deri këtu. Mas i lodheshe, mas i kilometri, i futi një të palosmje, dhe s'duhet a jepje veten edhe si kur të kishe ngele i Shirit Tiranës këtu. Vazhdoje me not deri ke pista, kapje trampolinë ku do hidheshe fuqinë e parë, fuqinë e dytë, bëj ato hedhje spektakolare dhe kur ktheheshe, i fusi një not delfin që të tregosh asaj që ishe shumë sportiv. Dile duke të morë fryma, po të paktën ishe, kur arrije në breg, problemi ishe që ato robat e banjës ishe mush me ujë dhe kishin ardhur deri këtu. Ato të fanelatës dhe i fusi një gjas stretching ke bregu detit, edhe qik fiskulturë që shkrythje komësh. Me gjithë të gjonat, pavarësisht tyre gjërave, pavarësisht dhe rërës që nuk të ndaj si në krevat edhe ke ushimet, ato shëtitjet darkave, apo ato mbledhjet ku mblidheshim ke televizori, kush kishte marrë televizor që mblidheshin alla Cinema Paradiso, sepse aty ishte edhe ajo, që ti pa dashje mund t'i pekre ka unë qik, paf, nuk ishin pagume. Mas 13 ditësh ti i mësoje emrin asaj. Pushimet maronin, po i gjoj ishe sigurt që do i rreshe shokët që e kapa njën në plazh. Natë mirë.